Unë thëmë që, për shkak unë e thëmë që Zoti Rama nuk e ka ndriçuar qytetin. Afro 70% e Prishtinës është në terr. Afro 85% e Tiranës është e ndriçuar. Pra Prishtina është në mbeturina, sepse nuk është investu në kompaninë pastrimi, janë vetëm 16 kamion të cilët kompania pastrimi mbledh gjithë Prishtinën. Pra kuptoj që ka mungesë të investimeve. Këto janë ato që unë i përballi. Mirë po, nuk thëmë, nuk lëshohem për Zotin Rama e bo cilësime, unë e flasë për punë. Njëjtë edhe për Zotin Qekut, njëjtën kam thënë që më vje keq sepse ai nuk ka mujtë me përfundu, se temi teatrin kombëtar. 4 vite një teatr kombëtar nuk e renovu midis sheshit Prishtinës. Tash, shiko, këto janë gjëra, pra asnjëna nga këto nuk janë lëshime të mia në mënyrë si temi të akuza. Pra unë çka e kam rëndësi? Kam rëndësi me kuptu që programi jam ka dallu komplet nga qasja atyne. Unë jam marrë me gjëra praktike, unë jam marrë me problemet të cilat duhet më zgjidh, dhe me zgjidhje si me thonë të cilat janë të prekshme. Në qoftë se zgjidhjet e mia janë të prekshme, kjo mendoj që i ka destabilizuar më shumë të dy kampet, sepse unë jam marrë me agjendë qytetarëve. Dhe kam pa që qytetarët po janë shumë më të qasshëm, shumë më shumë pe pranojnë zgjidhjen time, sesa zgjidhjet që të dy kundërshtarët i kanë dhënë për vizione 10 vjeçare. A duket kushtem ty që Prishtina është e gatshme sot, kur nuk ka ujë, nuk ka kanalizim në venet shumëta, në qendën nga caksile lartë e poshtë, mbeturinat janë para dyrëve tona, rrugët janë pandriquara, komunikacioni është problem, mobiliteti është problem. Komunikacioni mbyllën, trotuaret nuk ekzistojnë, qerdhet gjithandej kërkohen, shkollat nuk janë të përfunduara. Është vërtet. Paramenoni tash këto probleme, dhe në anën tjetër dalin kundërshtarët e mi, thojnë, po ne kemi vizion 10 vjeçar. Me rëndësi që ne pas 10 viteve do ta bëjmë Prishtinën. Jo, dëgjom. Kjo nuk ka reale. Kjo është me marrë votë. Qysh pas 10 viteve. A i bie kjo, zoti Ismaili, që ju garoni për 4 vjetë tani? Unë garoj për 4 vjetë. Ju për 4 vjetë, ju nuk flisni për 8 vjetë? Jo, në asnjë moment, unë i kom pas disa premtime, të cilat i kom analizu vetë, dhe të cilat koha për to është 8 vite. I kom analizu disa çështje. Asnjë nuk e kom fut në projekt. Asnjë. Unë e kom e punu për to, por nuk i kom fut në premtime. Premtimet e mia, një kryetar duhet me dhon premtimet për 4 vjetë kushtim. Nuk ka logjik me dhon premtime për 10 vite. Keni premtuar edhe diçka tjetër. Keni thënë, me aq sa e kam parë në qendrimet tuaja publike, keni thënë, nëse nuk i përmbaheni 90% të premtimeve për t'i realizuar, do të dorëhiqeni. Kështu jo, kom thonë më shumë. Keni thënë më shumë? Më shumë. Kom thonë, nëse nuk i mbaj 90% të premtimeve të mia, pra që i kam në programin tim, 90% të premtimeve të mia, nuk kërkoj më votë. S'kërkoj më votë, që të rriqesh komplet nga politika? Po, votë nuk kërkoj. Pa unë për tëmë të sakt, unë e di shumë mirë që ka të bu. Unë nuk jam mosh më të rekvi politikës. Pra nuk jam mosh që... Pak të është mosha ideale për të nisur politikë. Po, ka rritmia, jam shumë në regull, nuk jam mosh. Mirë po, unë jam saktu e dit çka jam gjendje me bo për qytetin tem. Unë nuk kam qytet tjetër, unë nuk du me up integritetin tem, respektin që e kam në këtë qytet me unë për shkak një gare ose për shkak një pozite, nuk e boj kur. A mund të konstatojmë se kjo është formati një intervistë më shkurtër, dhe duhet të flasë për më shumë tema, të prekim më... Kërkoj falje se ndështë apo zgjatë. Jo, absolutisht, prandaj jam këtu, natyrisht për t'i dhënë një lloj orientimi. A mund të konstatojmë një gjë që kjo është gara më e paparashikueshme që ka ndodhur ndonjëherë në Prishtinë, edhe a e shihni edhe ju që kjo është gara trepalçe e cila ka shumë pikpyetje të hapur dhe me një farë forme nuk ju rekomandon atyre që në thojza, shkojnë bastore dhe vendosin bas për dikë? A i bie kështu? Unë mendoj që arsyeja pse është jo e parashikueshme është për shkak meje. Ju e keni bërë garën të paparashikueshme. Gjithsesi, jo unë, tereni. E qartë por opsione. Fryma. Opsione. Fryma. Se opcion komund, fryma. Sepse në çdo vend ku shkoj. Ju keni parë frymë. Sepse çdo vend ku shkoj, njerëz janë duke kërkuar ndryshim. 25 vite. 25 vite qeverisje, 26 vite qeverisjes, Prishtina përballet mungesë trotuareve, të mbeturinave, të ndriçimit, porçeve, këndit lodra. E në anën tjetër na teprojnë ka 25 milion euro në buxhet. A kuptoni domosdoshmë çfarë gjendje po jetojmë, kryeqyteti. Kjo teprica e buxhetit i bie mos punë.
Mos puna, po pa aftësi menaxheriale. Po, shiko, çelën